Në mesazhet private në Instagram, një zonjë e nderuar më shkruan: "Ka kohë që bëj bukë me brumë të fermentuar dhe më del shumë e mirë. Jam e kënaqur, por të lutem, na bëj një video për të treguar disa sekrete që ti përdor gjatë palosjes së brumit me qëllim që ta nxjerr bukën sa më të mirë dhe sa më estetike ashtu siç e bën edhe ti." Unë bukën e zën në darkë, në mëngjes. Brumin e mbledh te ena që ka ardhur dhe më pas e vendos në një sipërfaqe të kudrosur me miell. Filloj me palosjen, siç e shikoni dhe në video. Sa më shumë të paloset brumi, aq më mirë vjen edhe buka gjatë pjekjes. Palosja forcon strukturën e brumit, si dhe zhvillon glutenin pa e ngjeshur brumin. Kjo e bën bukën elastike dhe të qëndrueshme gjatë pjekjes. Forma që ju do t'i jepni bukës varet nga preferencat tuaja. Para vendosjes në formë, palosja krijon tension në sipërfaqen e brumit dhe kjo e ndihmon bukën që të ngrihet lart kur piqet dhe jo të hapet anash. Gjithashtu i jep bukës pamje më të rregullt dhe duket më estetike. Gjatë palosjes duhet të kemi kujdes që të ruajmë sa më shumë flluska ajri. Më pas e vendosim në formë, e pudrosim pak me miell dhe do ta lëm që të vijë 1 orë ose 1 orë e gjys. Varet nga temperatura e ambientit që ju keni. Nëse ambienti i shtëpisë tuaj është i ngrohtë, brumi vjen për 1 orë ose 1 orë e gjys. Po, nëse ambienti është pak i freskët, do t'i duhet më tepër kohë për të ardhur. Disa njerëz preferojnë që brumin e fermentuar ta vendosin në formë dhe e mbajnë në frigorifer. Personalisht e mbaj në temperaturë ambienti dhe nuk e vendos asnjëherë në frigorifer. Kur brumi të ketë ardhur ashtu siç duhet, i bëjmë një prerje sipas dëshirës. Mua më pëlqen të eksperimentoj dhe të bëj modele të ndryshme mbi bukët. Por nuk është e thënë që të bëni modele, thjesht i bëni një prerje në mes ose anash, pasi buka me brumë të fermentuar e do me patjetër prerjen. Ajo ndihmon në ardhjen sa më të mirë të bukës gjatë pjekjes. E vendosim në një enë me kapak dhe fura duhet jetë e nxehur gjithmonë para kohe. Në furrë kemi vendosur një enë me ujë dhe gur zalli. Avujt e çliruar gjatë pjekjes së bukës ndihmojnë në ardhjen sa më të mirë të bukës, si dhe formimin e korres së hollë nga jashtë duke i dhënë atë ngjyrën e bukur. Pjekja bëhet në 200 gradë për 1 orë. Pas gjysmë ore i heqim kapakun dhe e lëm të piqet edhe për gjysmë ore tjetër. Unë preferoj që pasi është pjekur, ta lë në furrë 5 deri në 7 minuta. Dhe kjo për arsye që buka të kullojë sa më mirë. Kjo bën që kora të zbutet dhe buka të qëndrojë e butë. Uroj dhe shpresoj që këto sekrete të vogla t'ju ndihmojnë sadopak në shtëpitë tuaja gjatë përgatitjes së bukës me brumë të fermentuar. Ju përshëndes dhe uroj gjithë të mirat.